Përshëndetje unicorn, qëshje? Shpresoj që të gjej mirë. Sot është video e fundit të epizodi 17, po më duket, të Princi i Vogël. Prap këtë shifri 17 shumë veçantë për mu. Libri Princi i Vogël është shkruar prej Antoine de Saint-Exupéry, është shkrimtar francez, edhe librin komplet mundi me gjetë për 6 euro te Dukagjini në qendër Prishtines, ose do loje Dukagjini tjera, besoj që ka në për Kosovë. Nuk e kam mujt me incizu me një herë, se keni pa në epizodi fundit që një faqe gjysë e kam mujt me lexu, se ka shumë me ka prek, nuk dita me lexu pa me kajt. Edhe qëtë vepër artistike, leximi Princi i Vogël në gjuhën shqipe, nuk e kam bo për me kajt edhe me vujt, po e vreta që në fakt nuk e kam kajt prej vujtje, po e kam kajt prej shpres që kam për këtë vend. Për shpres që kam për njerëz të mi, për shpres që kam për jeta, për shpres që kam për paqe, për shpres që kam për gjithçka. Edhe prej bukuria jetës, fati që kena me jetu me këto koha, me këto aventura, që ashtu ndodhë në botë, kur s'ka ndodhë ma përpara, kur se na konë ma afër me njëni tjetrin. Sot e kam mundësia me folë në për një video të sa shumë njerëz me jap një mesazh, me jap këtë shpres, edhe me kriju me magjia, energjia të bukurat edhe frekuencat. Unë për ndryshe jam Krisi, jam e Zvicrës, jam shqiptare, jam e mbretëria 8-it, është mbretëria jem kreative, ku e ki qa dush, sa dush, kur dush, qysh dush. Është një oferta që nalit kur. Këtu jam me Maci. A dënë me artash? A dënë me karizu njerës që je bukur? është mbrojtëse jeme, shoqa jeme, familjes tem këtu. Edhe, ndoshta kam me kërcy në tavolin veç me ju kazu, hello, këtu jam. Jetoj në Kosovë ka 7 vjetë, e kam mësu gjuhën shqipen, edhe për që ata është shumë lezetshëm me ju lexu Princi i Vogël në gjuhën shqip. Këtë libër është shkruar për njerëz të rritur, edhe art temën është për njerëz të rritur. Shumë kohë njerëz mendojnë që e vizatoj kukla edhe senet lezetshme që është për fëmijëve, që Maci, që po bëjnë këtu, jo, Zuzu, këshire kemi bu me rat kamerë, hajde me mu, qëta. Që, këtu jene. Kush Maci, këshire. Oj qa bukur, oj shoqa jemi ma i mire në botë. Edhe keni pa në për krejt aventura, jena shkon deti bashkë, shkojnë në shdo kantë, është super qik. O, dash do me shku me kapmina. Edhe na jena bashkë për me vazhdu me folë për Princi i Vogël. Do me kësi di mo që jam kon të thonë edhe s'ka shumë ngalje, po thjesht po puna artistik temën është me kreju frekuencat lumturisë, të bukurisë. Mbretëria 8-it është këtë vendi e shkëlqyer që krejt e kena shpres këtu brena me pas. Unë e vendosa si artiste me vepru çdo ditë, me kreju këtë ëndër që kam këtu në realitet. Edhe jo veç për mu, po për secili. Se besoj që secili e ka dëshirë me jetu në këtë vend, që e kena krejt këtu brena, po jo se cili e ka fuqia, ose guxim, ose mundësia me kreju në realitet. Unë krejoj këtë shpresoj që është puna jem artistik. Që tani lexojmë fund, me ka vinë pak ko me procesu, që shu thash, shpresoj që këtë herë ka me lexu pa me kajt. Se dje, në parëna dje u konë katastrofë, bre, o, koko, ju kërkoj falje. Ani. Këtu qenke, do me tonë, Princi i Vogël ka njës për me taku me Gjarpin, edhe e ka thonë
shoki Antoine që nuk guxon me ardh, po erdhi prapë se nuk do me lon shoki vet. O këtu qenke dhe me kapi për dorë, por ishte përsëri e shqetësuar, bër gabim sepse do të hidhërohesh, do të pandehesh se unë po vdes, por nuk do të jetë vërtet, unë e heshtja. Me kupto, është tepër larg, nuk e marr dot trupin deri atje, sa është shumë i rëndë. Unë nuk flisja. Do të duket si një levozhge e vjetër e braktisur, por levozhgat e vjetra nuk të ngjalin trishtim. Unë e heshtja. Ai u humbi pak kurajen, por bëri edhe një përpjekje e fundit. Do të jetë bukur, ke për të parë, edhe unë do të shoh yjet. Të gjithë yjet do të jenë pus me qikrike të ndryshkuar. Të gjithë yjet do të më japin të pi uje. Mua me ishte qepur goja. Do të zbavitemi aq shumë, ti do të kesh 500 milione kampaneza të vogla, kurse une do të kem 500 milione burrime. Por befas eshti edhe ai sepse po qante. Ja ku është, lërë me të heci vetëm tani, dhe u ull sepse kishte frikë. Pastaj tha, po lulja ime, unë kam përgjegjësi për te, dhe ajo është aq e brisht dhe shumë naive, dhe ka vetëm 4 gjemba që nuk vlen as pak për të mbrojtur ndaj botës. U ula edhe une, sepse nuk qëndroja dot në këmbë. Ai tha, ja, kaq ishte dhe gjithçka. Kam lexu pa me kajt. Qa është ajo? I madhi, i mbroni vogli, edhe se bashku jena fuqishme. Mani që të senën kryt, shumë e rëndësishme. I madhi, i mbroni vogli, se bashku jena fuqishme. Qa ajo e bën, Antoine e mbron i vogli princi. Ja, kaq ishte gjitha. Nguroj edhe pak. Pastaj u ngrit, hodhi një hap. Unë kisha shtangur në vend. Pash vetëm të shndriste një shkendje e verdh të kyçi i ti i këmbës. Qëndroj një qast si ngrire, nuk klithi. U rrëzua për tokë nga dal, si që këputet e bie një pemë. Nuk u dëgjua as një gjumë kur ra mbi rër. Kapitulli 27. Kanë kaluar 6 vjet që atëherë nuk e kam treguar kur këtë histori. Shokët, kur me pan të kthehesha i gjallë, u lumturuan pa mas. Une isha i trishtuar, por atyre u thash e kam nga lodhja. Tani dhimbja si kur me eshtë qetësuar pak që do të thot jo krejtësisht. Por e di se ai është kthyer në planetin e tij, sepse kur zbardhi Tita nuk ja gjeta trupin. Nuk ishte një trup kush di sa i rënd, natën me pëlqen të mbaj vesh yjet. Me duket si kur dëgjoj 500 milione kambaneza. Por herë me ndodh diçka e jashtëzakonshme. Kur vizatova gojzen e diles për princit i vogël, harrova të shtoja litarin prej lëkur. Ai nuk do ta ketë vendosur dot të turri çka e deles. Dhe mendoj me vete, çfarë mund të ketë ndodhur në planetin e tij. Mos vale Delia e ka ngrënë lule. Herë të tjera them me vetë, jo, princi i vogël e mbulon lulen natën me globin prej qelçi dhe nuk ja ndan syt deles. Dhe atëherë ndimën një lumtur. E të gjithë yjet qeshin ëmbël bashkë me mua. Por me vinë dhe mendjet e tilla. Do një herë do të jetë hutuar dhe kështu gjithçka ka marrë fund. Një mbrëmje do të ketë harruar të vendos globin dhe Delia pa u ndirë ka shkuar nepër nat
drejt lules. Atëherë kambazezat e vogla mbytën në lot. Gjithçka është një mister i madh, edhe për ju që edhe për ju që e doni shumë princin e vogël, ashtu si për mua, asgjë e universit nuk është me njësoj. Nëse diku, kur gjithmonë nuk është njëjtë në universi, nëse diku në një cep të lartë, që ajo është budalakia që dëgjoni, s'kuptoj. Anyway. Edhe për ju që doni shumë princi e vogël, ashtu si për mua, asgjë e universit nuk është me njësoj, nëse diku në një cep të largët që nuk e dim ku është një dele të cilën nuk e njohim, ka ngrënë ose jo një trandafil. Vështroj një qel dhe pyetni, e ka ngrënë apo delja lulen, dhe do të shihni se si gjithçka do të ndryshoj. Por asnjë i rritur nuk ka për të kuptuar kur se sa shumë rëndësi ka kjo. Të rriturit, qoni prej gjumit, drita i keni brenda, jeni fëmit e Zotit jena të tonë, edhe vetëm një detyrë kena. Të shoh, hala se kam mësu që shme këshir kamerë, vetëm një detyrë kena, është më konë faleminderus, edhe me ndëgju këtë zonin e vogël që është mirë, që të zonit po të kalzon drejten, të kalzon ku me shku, edhe qysh me një lumturia pa fund. Është pak e zërshëm disa herë, po jeta nuk është për me konë me zërë. Ajo është një ide që ishte impunume në trurin tonë, këtu jena për me shiju se bashku. Pse? Se kur jena atje nalt, jena vetëm, do me tonë jena një, që nuk din që ashtë mu konë bashk. E qëtë mësim duna me bo, mu konë një prapë në këtë bot, po me mundësia me shiju plot jetat e ndryshme, si di që shme tonë. Qëtë vene Sahares, do një më mësu për mensh, nëse një herë shka një atje, që ajo është yli e princit i vogël, e tani ju lexoj epilogu, edhe do të ndahim këtu. Epilogu. Për mua, ky është peizazhi më i bukur e më i trishtuar i botës. Është po ajo pamje e faqes se me parshme, por unë e vizatova edhe një herë që t'ju mbetet juve në kujtes. Pikërisht këtu u shfaq princi i vogël për mbi tokë dhe pastaj u zhduk. Vështrojeni me vëmendje këtë pamje derisa të jeni të sigurt se ndonjë ditë nëse do të udhëtoni nëpër Afrikë, do ta njihni. Dhe nëse do t'ju bërë rruga andej, ju lutem mos nxitoni. Prisni pak poshtë atij ylli. Dhe në qofte se atëherë u afrohet një vogelush që shesh që i ka flokë të verdh ar, por që nuk u përgjigjet pyetjeve që i bëni, e merrni vetë në mend se kush mund të jetë. Nëse ndodh, ju lutem mos me lini kaq të pikëlluar, me shkruani me njëherë të me thoni se ai është e kthyer. Qështu, e kryva. Duhet me thonë një fjalë i fundit. Shpresoj që secili prej juve e kisha qef për secili prej juve me pas mundësia me pa Kosovë në sytë e mi, me pa që këtu ekzistojnë hala do vleft familjare, shoqnore, që janë humbur në për krejt bota.